Përshëndetje miqtë e koha botrorit, kemi hyrë në një fazë të nxehtë të Kupës së Botës 2026, ku janë mësuar edhe dy çiftet e parë çek finaliste. Kemi Francë Marok dhe Norvegji Angli. Kemi pasur dhe surprizë të shumta pasi Brazili është skuadra e radhës që i bashkohet skuadrës së Gjermanisë dhe të Holandës, duke bërë surprizë të mëdha në këtë botror. Me mua ditën e sotme në studio kemi Arvin Bakun, gazetar. Përshëndetje. Përshëndetje. Si dhe Erion Adharaj, sërish gazetar dhe kolegi imi. Përshëndetje. Përshëndetje. Brazili ditën e djeshme eliminua me një humbje 2-1 nga Norvegjia. Baku nuk e di e prisja apo. Dgjoj, natyrisht Brazili ishte favorit, por duke parë zhvillimin e ndeshjes, sidomos ato 30 minutat e fundit, Norvegjia nuk vodhi asgjë dhe me merit plot e kaloi me një dopjet të Haaland jashtëzakonshëm. Dhe futbolli i tillë është, e kupton, nëse ajo penaltia do të ishte gol, unë abidhem pse ja la atij lojtari. Po pra, ne ishim disa, po e shikonim me disa. Edhe Vinicius pak ka statistika pak mira nga Dgjoj, Vinicius ishte zjarr dje. Dhe ne që kur e pam, unë isha me disa kolegë, të katër ishim unanim, do në ati kishte rënë një hije kështu, një hije vdekje në thojza, vdekje sportive, e kupton? Edhe do në pastaj rasti tjetër Jendrik me njerë sa po u fut në lojë, dhe pastaj do në një Brazili i shëmtuar që edhe trajneri më i mirë në botë, pra një italian, është ajo që diçka që ti e ke në ADN-s duhet ta shpërbësh, e kupton? Domethënë, të arri Brazili të dominohet në posedimin e topit nga Norvegjia, domethënë, kështu që unë mendoj që me merit plot kaloi Norvegjia dhe ne kemi zakon që kur eliminohen këto futbolli s'luhet më me emra, futbolli luhet, gjithë kanë evoluar dhe po e shikojmë që Norvegjia është mund të shkojë shumë larg. Dhe kur shikon pastaj që është dhe kampione e botës në tifozllëk, unë mendoj që patjetër, kështu që Brazili u eliminua, por meritën kryesore në këtë eliminim e ka Norvegjia që e bëri ato Brazil të vogël dhe dobët. Erion, Ancelotti erdhi te Brazili për përdiçuar Kupën e Botës, por në fakt një gjë e tillë nuk ndodhi dhe erdhi edhe një eliminim i papritur kundër Norvegjisë. Faktikisht kalimi Ancelottit te Brazili nuk është, ndoshta tifozët prisnin shumë, por realisht duke njohur Ancelottin si trajner ose edhe vetë futbollin italian, se di pse e kisha këtë bindjen që nuk mund të ketë shumë sukses te Brazili. Brazili nuk mund të jetë një ekip që mbron dhe të presi kundër sulmet. Diçka e tillë u pa dje me Norvegjinë, që Brazili ishte një ekip që mbajti 35% topin. Dhe unë nuk e mbaj mend një Brazil edhe kur është mundur 7-1 me Gjermaninë, posedimin e topit e ka pasur shumë më të lartë. Të shohësh një Brazil që nuk di të qarkullojë, një Brazil që tenton kundër sulmet, dhe atë që Brazili duhet bënte, e bën Norvegjia, nuk mendoj se është çështje kualiteti individualisht, pastaj është çësia që trajneri ka në këtë Brazil. Mendoj se kjo aventurë e parë e Ancelottit me ekipe kombëtare është dështim. Nuk është ndoshta hap i gabuar, por është realisht dështim. Sepse të pretendosh të fitosh botrorin dhe të eliminohesh shumë herët, sepse për Brazilin është shumë herët, sa ka kaluar fazën e grupeve dhe me Japoninë për çështje fati kaloi, mendoj se është dështim. Mbetet të shihet se si do të reagojë Brazili në Kupën e Amerikës me Ancelottin, gjithmonë nëse do të vazhdojnë, edhe pse zërat thonë që bashkëpunimi do të vazhdojë, besimin e ka Ancelotti. Ka rinovuar kontratën. Por që jam kurioz si do të avancojë në Kupën e Amerikës, por edhe atje mendoj se me Argentinën që është aktualisht, Brazili prapë do ta ketë vështirë. Që nga viti 90, domethënë është eliminuar kaq. Në një deklaratë Ancelotti që kishte dhënë pas ndeshjes dhe shprehur që nuk është fundi një cikli, por fillimi një cikli të ri. Si e komenton këtë deklaratë Ancelottit? Po dëgjoj, edhe në futboll është si një, domethënë do rrëzohesh, do ngrihesh për të ecur përpara, kështu që ndryshon një trajner klubi nga një trajner kombëtar, e kupton? Trajneri kombëtar është më shumë një seleksioner, një përzgjedhës.
Kështu që patjetër që ndoshta ai e ka idenë, një gjë është e sigurt që kjo ishte ndeshja e fundit, kam përshtypjen për Neymar, dhe u mësua me ato lotët e Neymar, po dhe pam dhe peshën, se si e mori peshën e penaltis, peshën, pra duket lojtar i madh, kupton, pavarësisht se kështu që patjetër ju urojmë më të mirë në Ancelotti dhe Brazilit, dhe siç e tha Erioni, testi i radhës është Kupa Amerikës për të parë që vërtet Brazili do të ngrihet apo sepse i besoj shumë këtij Ancelotti, kupton, dhe ke paga. Fillimisht ishte 10 milion euro bruto, pastaj kaloi 10 milion euro neto. Do të beson shumë projektit dhe projekti është deri në vitin 2030. Dgjoj, do të bota ecën me projekte, kupton, nuk s'do të thotë gjë që kur ti eliminohesh edhe patjetër shumë më shpejt sepse të thash duhet 36 vjet më parë është eliminuar kaq shpejt Brazili, kështu që të shikojmë. Me dopjetën e djeshme, Haaland ju bashkua Mesit edhe Mbappés në kryet e golave, me 7 gola në kryet e goleshënuesve. Si e shikon ndoshta këtë garë tashpër për këpucën e artë? Haaland është padyshim një ndër sulmuesit pyk, po themi nëntëshit ndër më të mirët ndoshta në histori. Sepse nuk është rastësi që ai po shënon golat e Manchester City. Mund të themi që është një ekip të fortë, është një ekip që krijon raste shumë, fiton ndeshje 5-0, 6-0. Por të shënosh 7 gola një botror me një ekip si Norvegjia që kishte vite pa marrë pjesë në botror dhe arrin ta udhëheq në kuptimin e plot fjalës ta udhëheq ekipin drejt një suksesi i paimagjinueshëm, duhet të jesh lojtar shumë i madh. Në garën për këpucën e artë, të paktën në botror, e shoh shumë të kushtëzuar për faktin se nuk e shoh Norvegjin që mund të shkojë deri në gjysmëfinale apo edhe finale. Mendoj se këpuca e artë do ndahet mes Mbappés edhe Mesit, të cilët i shoh si dy finalistët e këtij viti. Kemi dhe Harry Kane. Edhe Harry Kane me 6 gola. Është 6 aty, kështu që është 6 gola. Harry Kane. Pastaj kjo Norvegjia nuk është ajo Norvegjia, e kupton, ne të gjithë, duke futur dhe veten time, ne bëjmë gjithë gabim ke emrat. Patjetër se ne edhe kur thëjmë Kepi Gjelbër, ne merrim emrin e Kepi Gjelbër, po Norvegjia ti ke Odegaard, ke Bergum, ke po portieri. Ishte jashtëzakonshëm. Kështu që Norvegjia është më shumë ka përqenë një ndeshje për mua është 50-50 me Anglinë, Jo, unë me Anglinë do e konsideroj më shumë 60-40 vakt për Norvegjinë, sepse të eliminosh ti kundërshtove veten tënde, çove gjysmëfinale. Nuk shkon finale, në çerek finale i bi. Si, po kaloi Angli shkon gjysmëfinale. Po më tej nuk shkon, na finale nuk arrin dot, ama me Anglinë dhe me këto nuk mendoj se Haaland e ka atë forcën që mund të ketë Mbappé për të shënuar gola, sepse është kushtëzimi që i bën ekipi. Ti e pe atë golin e dytë ai. Është fantastik. Ai erdhi nga hiçi, fantastik. Ama është në një ndeshje ku Brazili ishte hapur duke kërkuar golin e barazimit me patjetër. Dhe është një goditje që jo çdo mundësi mund ta kesh, jo në çdo mundësi mund ta kesh. Jo çdo nënç mund ta gjuaj. Ose mund ta gjuaj, sepse zakonisht kemi parë që i bëjnë me fushorë 10-shat, wingerat, këto gjëra. Pastaj çfarë favorizon Mbappén është mbështetja që ka nga ekipi. Ka një Olise që të nxjerr topa fantastik. Nuk ka nevojë ta shoh ku është Mbappé për ta nxjerr tek për tek, ndërsa Haaland duhet të vuaj literalisht shumë që të dalë deri para portës ose të shënoj gol siç e bëri dje, që nuk është gol i parë, se e ka bërë me Manchester City-n 100 herë. Dhe kur e shikon, domethënë është fantastik fare ai, sepse kur e shikon aty rri aty nuk lëviz fare. Po ky çfarë bën? Është aq i ftohtë. A lumpi po ke gëzimet, aq i ftohtë. Më kujtonte një gol të Pogbas kur ishte te Juventusi, bë një gol nga 40 metra, mos gaboj. Edhe iku, është diçka këtë normale, edhe ti të shënosh Brazilit golin e kualifikimit, se të parin ndoshta është mos kalojmë në eufori sepse ka loj, por të shënosh golin e dytë në atë minutë, atë lloj goli dhe ti jesh komplet i ftohtë, nuk e di çfarë personaliteti mund të kesh. Jo, i ftohtë, por kështu janë norvegjezët. I ftohtë, por Haaland është më shumë norvegjez. Po ti lexon në sytë e tij një ngazëllim, një gëzim shumë të madh. Ervin, duke krahasuar me Mesin dhe Mbappé, është më vendimtar ndoshta? Apo ç'kuptim më vendimtar? Më vendimtar ndihmon me shumë skuadra e merr për dorë se sa këto të dy. Dgjoj, për dorë e marrin këta që të thash, Odegaard, Berg, domethënë se këta duhet. Domethënë nuk e cilëson si lojtarin më. Po janë
dëgjoj, është një ansambël, futbolli nuk është tenis. Prandaj është me 11 vet. Çfarë do bënte Mbappé pa Olise dhe Dembele? Ose për të para? Jo, si ngele për të parë, po jo pra nënçi në strukturën e futbollit. Si ndeshën e fundit Mbappé luajti si sulmues i fshehur, luajti shumë pas, domethënë luajti edhe në krahun e majt. Unë them më shumë e detyroi Paraguajt luante ashtu se sa i kishte planifikuar Deschamps atë lojë. Dgjoj, Paraguaja ashtu e ka na dënë atë, e kupton. Paraguaja imponoi lojën Francës. E nxorri nga çdo taktik që ndoshta mund kishte planifikuar dhe po të mos ishte për penalltin dhe për një portier fantastik të Paraguajt, ka bërë, mendoj, jo vetëm këtë, po edhe me Gjermaninë, ishte heroi i ndeshjes. Mendoj që po bën botrorin e jetës, ai ka fituar botrorin e vet. Portieri Paraguajt e ka fituar botrorin e vet. Po të mos ishte për portierin dhe për vendosjen taktike që Paraguaji kishte ndaj Francës, unë mendoj se do ishte një goleat. Erion vetëm vendosje taktike që nuk ishte një vendosje, domethënë ishte si luftë që kishin marrë ato për sipër. Lloj taktike është edhe lufta, pastaj ishin 2-3 raste individuale që bëjnë që duhet ishin patjetër të ndëshkueshme, por vendosja taktike në mbrojtje Paraguajt ishte fantastike. Ashtu e kanë aty, dëgjoj, ky ka një mesatare të frikshme, ky Haaland. 66 gola në 54 ndeshje, domethënë me kombëtarin, e kupton? Dhe siç e tham, po domethënë ne akoma vazhdojmë që me Norvegjin, po jo me Norvegjia po rritet aq shumë. Ditën e dieshme tregoi që ishte ekip shumë cilësor. Dhe u tregua edhe një herë matja e zezë për Brazilin, domethënë sepse prapë mundi dhe po me të njëjtin rezultat 2-1. Ndërkohë që për shembull ajo penalltia dhe ajo e fundit në ndeshje shtesa lojës, domethënë ku di un ka po nëse nuk e di e ke parashikuar ke skaleta jote e emisionit që të flasim dhe për arbitrimin sepse po patjetër kemi rastin e Francës, po rastin e Francës, rastin e Belgjikës, rastin e Gjermanisë, rastin e Kroacisë, kështu që po. Kalojmë pak te Anglia që siguroi çerek finalen me një fitore do të thoya shumë të vuajtër kundër Meksikës me 10 futbollistë. Një Angli që tregoi Luanin, kështu e kishin cilësuar mediat angleze, me një Harry Kane që shkëlqen sërish dhe një Bellingham me dopjet. Dgjoj, luajti për afro 50 minuta me 10 lojtarë, sepse ai doli minutë 53-54 edhe u shty 13 minuta, domethënë fitore shumë e vështirë, sepse aty ato e kanë atë kështjellën e vet. Aztekën u shty një orë ndeshja, nuk u përgatit në mënyrë më të mirë të mundshme për anglezët, ajo lartësia 2200 ca metra mbi nivelin e detit, tifozët që i shqetësuan me fishek zjarre, me lojtarët në hotel. Domethënë mirë po Anglia më në fund tregoi që ka dhe ajo lojtar botror, domethënë Bellingham dhe avantazhin 3-1 e çoi me 10 lojtarë, kupton? Pastaj ajo pritja pafund. Domethënë janë aty dhe ajo pyetja që unë i kam bërë gjithmonë vetes sime që a do të jetë, sepse në këto 22 kupa bote kanë fituar 5 vende europiane me Gjermaninë, me Italinë, me Francën, Spanjën dhe Anglinë dhe 3 vende të Amerikës Latine me Brazilin, Argjentinën dhe Uruguay dhe gjithmonë kanë qenë me trajner vendas. Tani a do të jetë një trajner i huaj të japi kupën botës shtetit që e ka punësuar, federatës që e ka punësuar. Shikojmë, Ancelotti u largua nga gara, tash janë Tuchel edhe ky i Portugalisë. Kështu që shikojmë, Anglia është patjetër, unë uroj që mos fillojnë tani it's coming home se kishin filluar që dje pas ndeshje. Kjo është po këtë përqind 33.2% është historike, pasi nuk ndodhte që nga viti 1966. Përqindja topit. Përqindja e mbajtjes topit. Po është e kushtëzuar edhe nga kartoni kuq. Nga kartoni kuq, po dhe goditjet në port ishin diku ke 20 për Meksikën, kushtëzohet nga kur jemi 10 lojtar, patjetër. Po edhe fakti që ishte në avantazh për kohën për pjesën më të gjatë ndeshjes se detyron Meksikën të kërkojë të luajë futboll, sepse Anglia në menaxhim do kaloj nuk. Tuchel e shef që një trajner që mund t'ja sjell trofeun Anglisë. Tuchel është trajneri që mund t'ja sjell trofeun Anglisë, patjetër, sepse është një nga trajnerët më të mirë në Europë për mendimin tim. Megjithatë, Angli nuk e shoh si skuadrën që mund ta arrijë ta fitojë, sepse në fundit trajneri mund të bëjë gjithçka, por nuk është trajneri në fush që duhet të shtyj topin në rrjet.
Anglia është një ekip me një portier që nuk e kuptoj ende se si ka mundësi që Anglia, një kombëtare kaq e madhe të ketë ende shpresa të varura nga Pickford. Që për mendimin tim është një nga portierët më të dobët sa i përket kombëtareve, të paktën po themi prap kombëtaret me emër. Pjesa tjetër e skuadrës në mbrojtje nuk e shoh një Angli shumë kompakte, sepse deri më tani nuk ka pasur po them një përballje realisht të vështirë. Duke hequr Meksikën dje që i shënoi 2 gola, gjë tjetër që shënoi Anglia 3 sepse ka një sulm fantastik, por mbrojtja e Anglisë çdon shumë, edhe në moment ndaj Norvegjisë do të vuaj. Anglia do të vuaj ndaj Haaland, Odegaard apo edhe tjerëve. Prandaj them që Tuchel është trajneri që mund ta bëjë, për skuadra anglisë nuk mendoj se mund ta arrijë. Shënoi 3 gola kundër Meksikës, një nga 2 ekipet që s'kishte psuar asnjë gol. Pra, domethënë sulmi është shumë i mirë, por mbrojtja dhe portieri anglis nuk më japin shumë besim që Anglia mund të ishte një provë zjarre, do thoya, pasi Meksika kishte vetëm 2 humbje në historinë azteka, Ishte, domethënë vërtet, po kjo vetëm kjo ishte prova pak më e vështirë për Anglinë. Jo, doli me sukses nga një ferr i vërtet, se aty është. Këto ndeshje ka qenë fakt Baku që Anglia ngecte më përpara në turnet e mëparshme. Kanë qenë ndeshjet e çerek finale apo faze 1/8 ku Anglia në ndeshje të tilla me skuadra do thoya të dorës së dytë nuk kalonte dot. Po, eksakt. Në vitet e fundit ka arritur edhe nuk e di pe deklaratën. Ishte edhe Gjermania që hiqte Harry Kane që tha që është një sulmues i madh. Jep një mendim. Harry Kane patjetër sulmues i madh. Ke dyshimi që është sulmues i madh? S'kam asnjë dyshim, po thash mos keni batut për Trumpin. Po Trumpi tash po futet aq keq që futbolli sa që nuk ka lezet, si thoj, nuk ka sens, domethënë, e kupton? Një polemikë e jashtëzakonshme ka qenë në orët e fundit edhe falja e Balogunit. E Balogunit, domethënë, që tash një rast i paprecedent. I rasti pa precedent dhe rasti është skandal për mua. Sa që me batut ai Garcia tha, nuk e dia, tha që Pesco Riku në Amerikë që ka 1 prilli. Dëgjoj, ti telefonosh Infantinos. Që patjetër Infantino i shulur në gjunjë, Trumpit. Dhe të falet një lojtar që ata tani nxjerrin një nen 27 të kodit të disiplinës që fal karton të kujt, po ndërkohë kundërshton rregulloren e FIFA-s që është një nen tjetër 66 pizza, nuk e di se kam idenë që një lojtar që merr karton të kuq direkt nuk luan ndeshjen tjetër dhe kjo rregullore pikërisht ky nen pra që s'luan ndeshjen tjetër, ju shpërndat gjithë ekipeve në një qarkore para fillimit Kupës Botës. Minimalisht duhet të shlyesh gjysmën e dënimit dhe të pretendosh një apelim. Dhe vërtet këta i marrin, kjo është ajo forca e, kjo është ajo që topi është imi, penaltin do i gjuaj unë, se kjo është një batut shekullore. Pra, çfarë do me thënë kjo? Dhe ti Balogun ke 1 vit, dhe në qoftë se ti e përsërit prap, ti do dënohesh një ndeshje. Do mbash edhe këtë të kësaj. Nesa e bashkohet me klubin, çfarë kuptimi ka një karton i kuq që e mori për një faull botror? Mos ishte kushtëzuar edhe nga rasti i Mesit, që ishte një rast i ngjashëm. Po Messi nuk është gabimi i arbitrit ai. Gabimi i arbitrit nuk të jep golin, nuk të jep penallti, nuk të jep karton e kuq dhe mbaron ndeshja, mbaron historia. Po ti nuk mund të marrësh karton të kuq edhe pastaj ta falësh. Për çfarë fale? Gabimi i arbitrit nuk ishte kartoni kuq. Nëse do ishte një gabim i arbitrit që e dha të kuq në mënyrë pa drejtë, nuk e pa e thirri vari, nuk e pa varin, po e çojmë në apel dhe mbyllet aty, nuk ka. Dhe po themi që e fali sepse është gabimi i arbitrit. Ai ishte faull në 100%, ishte kuq në 100% dhe ky rast u mendoj se do jetë më skandal se trajtimi që është bërë Iranit në Kupën e Botës. Sepse doli, më fal që ndërpres, doli Taremi mbas ndeshjes sa është skandal, erdhi Infantino na takoi, na tha që nuk do ndodhin episode tilla, nuk do ketë gabime, nuk do ketë budalliqe, por në fakt ndodhen ishte episodi minuta në çdo rast, ndodhen në çdo rast. 3-3. Dgjoj, kjo është një skandal i madh, e di pse, sepse edhe Federata Belgje ka reaguar duke mbrojtur me të drejtë ato jo për veten tonë, jo për ekipin tonë, por për të mbrojtur futbollin. Futbollin e drejtë. Nuk ka sens, e kupton tani. Ky unë nuk e di, okay, po nuk ka ndodhur për shembull
as në Rusi në 2018 që të shkoj Putini të japi kupën e botës aty, se do ngjitet Trumpi, e kupton, të japi dhe do festoj bashkë me ekipin, po unë kam përshtypjen që çfarë duan të japin Amerikës me zor këtë botror, se di kush i ka thënë këshilltarëve ose ai tani unë thot dua të fitoj edhe kupën e botës, e kupton. Kjo është e pa precedent, dhe është rasti i parë në historinë e Kupa e Botës, një rast i tillë domethënë. Shpresoj mos ta kenë parë shumë nga federata shqiptare këtë, se do ketë spektakël si vjen. Ka pasur raste Me këtë rastin e kartonit kuq. Kur ndodhin botror. Ka pasur raste dhe Shqipëri që janë falur kartonat. Jo, rasti ka. Në këtë mund të jetë nga 6 ndeshje janë bërë 3 ndeshje. Është normale, është komplet normale. Jo, por kjo e ka rregulluar këtë. Mund ta kesh edhe 2 ndeshje. Bën 3 ndeshje dhe gjysmën e blen e paguan. Ose edhe apeli ta fal. Ose apeli ta fal. Ignatias, që okay, e shliu gjysmën e dënimit, po e lëm në provë për 6 muaj gjysmën tjetër. Por ti të marrësh karton të kuq për një ndeshje. Kjo bëhet fjalë vetëm që ai kjo u bë vetëm që ta favorizojnë Amerikën, 100% favorizim. Që mos të privohet nga sulmuesi më i mirë. Kaq. Është nuk ka. Po kjo po s'ka ku të rrit. Nuk ka asnjë shpjegim. S'ka më nuk ka themele. Ma thuaj një themel të kësaj. Një nga argumentet ishte edhe falja Ronaldo, si kishte 3 ndeshje pezullim para botrorit dhe e bën me 2 ndeshje. Vetëm që të ishte në fazën me eliminim direkt. Si e bën me 2 ndeshje? Para fillimit botrorit ishte dënuar Ronaldo për një ndërhyrje të ashpër që bëri me 3 ndeshje. Kush Ronaldo? Cristiano. Po? Dhe falën një ndeshje që në mënyrë që të luante në botror. Po prapë është precedent tjetër. Prapë është kjo ishte një rast, ky e ka shlyer një pjesë të dënimit. Ishte falur edhe Cristiano një ndeshje. Po dakor, pra po rregulloria është e qartë që një lojtar që ndëshkohet me kartonin e kuq në Kupën e Botës, ndeshjen tjetër nuk luan. Kaq, nuk, domethënë kjo është për çfarë sepse ti tani ato tani domethënë po marrë karton të kuq nesër dhe po ti tash se di që Franca do apeloj për kartonin e Olizes, të verdh. Se është i pa drejt. Jo, kjo një precedent që bravo pra, sepse po mori një karton tjetër Olize me Marokun, e u mbet gjysmëfinale. Nëse shkon gjysmëfinale, po atëherë çfarë do fillojmë tash që dhe problemi është që po nuk ja fali është tendencë, sepse ti Amerikës i fali një të kuq direkt dhe mos po mfal një të verdh. Hajde ta gjejmë pse fal atë dhe pse s'po fal këtë. Besoj që duhet bëjmë Macroni dhe ndonjë telefonat. Mirë, po tash janë ca rregulla që dëgjoj, unë habitem që vari ku është. Sepse, ai arbitri herë që për mua është skandaloz njëra. Do kalojmë te Franca. Po. Vari ku është? Vari, a ke vu var? Ose i që fare varin dhe lore tani kritiko arbitrat apo. Ose në këtë rast zhvlerëson dhe arbitrin që ishte në fushë dhe vendosi për karton të kuq. Në këtë rast zhvlerëson rregullorin e futbollit që jemi mësuar një jetë ta shohim. Autogol. Ti në këtë rast ke zhvlerësuar çdo perceptim për futbollin dhe lojën e drejtë. Franca siguroi një bilet për në çerkfinale mundi 1-0 Paraguay në një nga ndeshjet do të thoja më qesharake që kanë parë në historinë e botrorëve, me një arbitër që bëri nuk e di. Dgjoj. Si e komenton Baku? Patjetër siguroi, do ishte lajmi më i bujshëm botë që Paraguay të eliminonte Francën. Dgjoj, historia e ndeshjes se si shkoi. Unë mendoja të vështirë, sepse unë kam mbuluar nga dita parë deri ditën e fundit botrorin e 98-s dhe madje këtu jam ke koha jonë edhe kam pak nostalgji sepse aty kam raportuar në atë botror për Sport Express, drejtuar nga një ndër 2 gazetarët më të mirë shqiptar gjitha kohërat për mendimin tim, bashkë me Besnik Dizdarin, patjetër dhe të tjerë po. Dhe Franca me Paraguajn pati probleme atëherë 0-0 dhe me një goljar që ishte atëherë, minutën e 114. Shënoi Laurent Blanc. Kështu që e dija që do të ishte një ndeshje e vështirë për Francën, sepse kur ty të kthehet i gjithë ekipi, Mourinho duket amator përpara Paraguajt. Dhe kjo kombinohet me atë futbollin e pisët, rrugaç me lojën e ashpër e tjerë, dhe kur përballë ke një arbitër që shikon vetëm faullat dhe në raste, jo vetëm faullat që s'meritojnë karton, po dhe jo faullat që i ndëshkon me karton,
Unë nuk e di ku e kishin gjetur atë arbitrin këtij Uzbekistanit. Si ishte ai Tatashev. Tatashev. Wow, Mirë, po vari ku ishte? Pastaj penaltina jetë ishte 1 metër. Mirë që shkruaj, se mund thosh jo, e pa shumë mirë. Jo, se ishte e qartë. Ishte e qartë për mua. Interesante ishte që kishte 3 raste për karton të kuq dhe dha 3 karton të verdh për Francën. Për Francën. Në 3 faull. Dgjoj, ajo taka Ishin 3, si ishin goditje me goditje në fytyrë, ai brylli, domthon, si ka mundësi? Si ka mundësi? Okej, më dakord. Dhe pastaj ishin nga arta këto arbitra, e kupton, pa fyer vendet nga vine, kupton, po s'ka, sidomos filloi 1.6 metra botror. Merr arbitra më të mirë. Edhe jepi njërit arbitër, një anglez, jepi dhe 2 ndeshje, çdo 7 ditë, apo jo? Po patjetër. Jepi dorët arbitër autoritet. Për shembull, dje mua më pëlqeu ai iraniani. Po. Më pëlqeu ka Anglia, pavarësisht sepse ishte autoritar. Autoritar, domethënë nuk, po jo ky e humbi fare. Dhe më pëlqeu ke komenti Giani kur tha në fund që shpëtoi dhe arbitri kur ra Bilbili, shpëtoi dhe arbitri tha nga ky mak. Edhe mezi po priste ti binte. Në një shkrim të Lekuip ishte interesante sepse kishte zhbërluar do të thoya jetën e këtij gjyqtari dhe kishte tentuar të bënte futbollist, por në moshën 15 vjeç kishte psuar dëmtim të rënd, kishte qenë mbrojtës apo mesfushor. Më pas kishte nisur dhe karrierën si gjyqtar, por që edhe aty ka dështuar Me tendencën që kishte si arbitër jam I sigurt që ndoshta në kualitet jo, por në mentalitet do ishte si Pepe. Të paktën ato që pam, duke lejuar goditje, rastet që në këtë botror nuk janë parë. Sepse realisht për këtë botror, sa I përket gjykimit, mendoj se duke hequr 2-3 ndeshje që për mendimin tim nuk janë gabime të arbitrave, por duket realisht tendencë, sepse gabimi mund të jetë një moment që ndërhyn vari, shkon e shen var dhe e kthen. Por në momentin që ka 3 goditje të qarta dhe vari nuk ndërhyn për dhënë një sinjalizim, nuk mund ta quaj gabim. Unë shikoj një tendencë atëherë për të hequr Francën nga botrori. Po, duke është I qarë. Jo, domethënë s'kam si ta përkthej këtë. Edhe deklarata Mbappé ishte shumë ashpër që nëse do tentojnë të luajnë në këtë mënyrë dhe edhe ne dim të luajmë në këtë mënyrë. Po Deschamps kishte vënë 2 lojtarë Mbappés nga këto për të mbrojtur Mbappén. Pastaj ndeshje për të ardhur keq, pavarësisht se duke qenë se Italia nuk është në botror, unë nga Cristiano Ronaldo tifoz në Portugalinë, por është gjuna mënyra se si Kroacia mund të eliminohet nga botrori. Përsëri për vendim të arbitrit. Ajo ishte rast më diskutueshëm, se ishte rasti që duhet ta përdorim apo jo varin. Rasti që duhet ta përdorim varin ishte që topi kishte pasur atë prekjen apo jo Arvin. Kishte pasur atë prekjen sepse po të shohësh pamjen. Preku flokun, ëh? Edhe në pamje filmike arbitrit nuk I japin pamjen afërt. Nëse sheh varin, arbitri sheh vetëm një pamje që është kapur në këndin më të largët të stadiumit. Nuk e sheh realisht pamjen që topi ka kaluar pa e prekur. Topi nuk është devijuar, mund ta ketë prekur, s'mund ta ketë prekur, nuk është devijuar dhe rregulloria ka qartë. Çdo prekje që devijohet, edhe me flok, nëse topi ndryshon trajektore, quhet prekje. Por në atë rast topi nuk ka ndryshuar trajektore. Duam ta shpikim që ka prekje, por realisht është për të ardhur keq mënyra se si mund të heqësh lekë. Ai kërkuan falje Gjermanisë mbas 3 muajsh për penalltin që si dhan, ëh? Po sa fajde bën ajo? Gjermania mund të ishte kampion e Europës. Patjetër. Apo jo? Sepse atë ndeshje do e fitonte njëri aty. Me sa diell për këtë arbitër nuk ka as hetim nga FIFA për kë? Për arbitrin në Uzbekistan. Po ai nuk ufshihej, Këtë deklaratën FIFA çfarë do I hetosh? FIFA nuk del shumë me deklarata publike kështu. Vetëm një deklaratë ishte rasti Portugali-Kroacia. Fushi Ibrahimović në vend të Mbappés do kishim 3-4 karton kuq, edhe një futbollist spital ndoshta. Po, pse jo? Dgjoj, për mua ka 3 vendime që kanë qenë të drejtë për drejta që kanë ndikuar në këtë botror. Për mua goli I Belgjikës ishte faull. Me Senegalin kemi një shtyrje flagrante. Goli I Gjermanisë ishte I rregullt me kokë. Eliminimi domethënë në Gjermanisë. Dhe kjo e Kroacisë për mua ishte vjedhje mes të ditës andej dhe mes natës këtu këne. Maroku mundi 3-0 Kanadan. Nuk e di, e prisje, Kanadaja që në fakt në 45 minutët e para dominoi Erion. Kanadaja ka.
mendoj se Kanadaja shihej si një ekip që mund kalonte vetëm fakti që ishte një nga vendet organizatore, por përballë një Maroku që për mendimin tim nuk është surprizë, sepse edhe në botrorin e kaluar ka qenë ndër më të mirët, është edhe fituesi Kupës së Azisë fuqi, pavarësisht se në tavolinë Afrikës, pavarësisht se në tavolinë kundër Senegalit. Por mendoj që Maroku ka, për sa i përket ekipeve afrikane, mendoj se ka ekipin më të mirë, pa dyshim më të mirë, me lojtarë që luajnë në ekipet më të mëdha në Europë, me lojtarë si Hakimi apo Saibari apo Tarab, të gjithë janë lojtarë të cilët janë lojtarë që mund të luajnë shumë mirë në çdo klub të madh elite në Europë. Prandaj kualifikimi nuk mendoj se ishte surprizë. Jam shumë kurioz dhe mendoj se do jetë një nga ndeshjet më të bukura të botrorit France-Marok. Sepse janë dy ekipe që të dyja dinë të mbrohen mjaft mirë dhe të dyja dinë të sulmojnë shumë mirë. Janë ekipe që luajnë me ritëm, luajnë shpejt dhe mendoj që do jetë një nga ndeshjet më të bukura të botrorit. Kjo, dëgjoj, Kanadaja me kalimin në 32 skuadrat më të mira të botës e fitoi botrorin. Po, shumë dakord me ty që ishte një pjesë e parë shumë e mirë. Po pastaj siç duket u lodhën apo nuk ishin edhe kualitetin ndoshta kualiteti pastaj ne diferencë. Jo, pastaj ne e shikonin dhe kualitetin e Kanadas që shkoshin mirë deri ke 16 metra, po pastaj kanë sulmuar që nuk arrinin kontrollin. Po, kishin probleme, sidomos ai zhgënjeu shumë ai David i Juventusit. Ndërkohë që Maroku nuk është surprizë sepse e para është gjysmëfinalist i botrorit Katarit, ka investuar shumë që nga viti 2009 te akademit. Dhe është tamam ne atje duhet marrim shembull. Ke akademit investo se mbas 17-18 vjetësh ti paguan. Njëjta gjë si Norvegjia. Si Norvegjia. Do jetë provë vërtet për Francën, Marokun? Patjetër, është ndeshje. Do jetë si Franca me Senegalin. Dhe kam përshtypjen ashtu do të jetë modeli i ndeshjes. Do të jetë një ndeshje e mbyllur pjesën e parë dhe pjesën e dytë pastaj Franca do ndezi motorët. Nuk e dia do të luajë Ky Salibari apo jo? Kam përshtypjen se jo, sepse kishte një dëptim në gjuhë dhe do jetë e vështirë rikuperimi. Është lajm i mirë ky për Francën. Për Francën patjetër. Dhe më kujtua edhe ky dëmtimi i rënd, ky Anderson dje i Anglisë. Kur shkoi takoi tifozët dhe ka përcjell për të futur në fushë, është dëmtimi i rënd në krah. Kështu që jo, do të çerk finale, do të tani janë dy çerk finalet e para janë shumë të bukura. Domethënë edhe France-Marok, po dhe Norvegji-Angli do të jetë fantastike. Kështu që të mësojmë sot ndarë do të kemi një super ndeshje Portugali-Spanjë, një finale parakoshme. Ndoshta Portugalia pak më favorizuar nga emrat, por Spanja nga loja. Emrat, Spanja është favoritja e ndeshjes për mendimin tim, po si dihet për mua është barabartë, varet si merr loja. Thash, do flisnim ndryshe mbrëm nëse penaltia e Brazilit do të realizohej. Do të flisim ndryshe nëse Endrick që sapo fut do të realizonte. Kështu që futbolli është dhe brenda lojës është dhe fati brenda. Është më shumë se loja, paktën në këtë botror. Po. Sepse edhe Portugalia është këtu me 2 gola të anulluar të Kroacisë, është me një shtyllë të Kroacisë. Edhe nëse një nga këto raste ndoshta nuk do ishte anulluar ose do ishte gol, prap do flisnim ndryshe, kështu që fati ka qenë kryesori të paktën në këtë botror për këto ekipe. Te kjo Portugali-Spanjë është më duket pak a shumë si Anglia, të dyja janë ekipe që dinë sulmojnë, dinë shënojnë për që dojnë në mbrojtje. Dhe mendoj që është ndeshje që do ketë gola. 3-2, 4-3, nuk e di pse e shoh ndeshje të tillë këtë derbin iberik. Më të favorizuar shoh fakt Portugalin këtë rast, sepse ajo fitoria in extremis me Kroacinë, po edhe rastet që kishte mendoj se i ka dhënë një leksion të mirë Portugalisë, që deri më tani ende nuk e ka shfaqur realisht forcën që ka, sepse individualisht Portugalia ka ndërlojtarët më të mirë. Sa i përket grupit ende nuk e ka konsoliduar, të paktën deri në këtë pikë botrorit. Grupi Portugalisë ka qenë ndër më problematikët me një çështje Cristiano Ronaldo, me futbollistë që i ka dalë kundër. Si është këtë situatë e Portugalia? Pasi ka një ndër mes fushat më të mira të botrorit, por nuk ka treguar thuajse asgjë deri më tani. Mes fushat më të mirë botrorit duke futur dhe atë Nuno Mendes apo Po, edhe me Bruce. Kështu që është, ishte një konferencë fantastike e shtypje Ronaldos, ku keni 23 vjet që më gjykoni, që donit më vrisni, domethënë
unë do largohem kur dua unë, jo kur doni ju, domethënë Ka gazetar që këtu që mu rrejnë. Po, Kishte një stewardess Argentinas që mu rrente. Jo, po dëgjoj patjetër dhe i tha atij gazetari, po ti tha, ti. Ti më bëj pyetje. Dhe ty jam kurioz. Tregon po kam përshtypjen që është superuar ajo klima. Unë kam përshtypjen që është klimë e mirë tani ke Portugalia. Dhe thash, jemi me fat që kemi parë Messin dhe Ronaldon për shumë vite, kupton? Kështu që nuk besoj dhe unë që ky do të jetë botërori fundit i Ronaldo, se s'ka sens, por kur mos thuaj kur me Ronaldo. 2030 në Portugali kanë përshtypjen që do jetë edhe viti. Ronaldo tha ato e kanë si sfidë me familjen që të jetë me çunin aty. Ronaldo tha që është botërori i fundit për mua, por nuk është hera e parë faktikisht. Ishte deklaratë e së motrës që u përgënjeshtrua pas ndeshjes në Ronaldo. Ai me atë që tha që unë do të largohem kur dua unë, jo kur doni ju. Kështu që vetëm nëse e lën gjunjën deri atëherë, deri në atë vit, atëherë do jetë sepse do jetë shumë atëherë. Sa i bi 46, jo, 45. 42. 41 është tani. 41 pra është? Po, 45, 46 është shumë. Ose pastaj ato për gjithë çfarë i ka dhënë futbollit mund ta Po gjithsesi, për gjithë tifozët grumbullojnë. Për gjithë tifozët. Besoj se pengu më i madh është që Portugalia nuk arriti të fitonte kundër Kolumbisë në grup, që të paktën të kishte tani një ndeshje të mundshme Argentinë-Portugali, sepse kalonte si e para dhe zviste Portugalia në grupin që do të përballej me Argentinën në çerkfinale. Megjithatë, ka qenë shkruar ta shohim edhe një herë Messi Ronaldo. Siç e bëri Meksika që futi disa minuta Ochoan. Portierin. E një situatë ngjashme kanë përshtypjen ndaj. Që ndodhi që u bë 6 botror, domethënë është një zot ai në Meksik. Kështu që mund bëhet edhe kjo situatë për Baku nëse do kishte mundësi të zgjidhje mes Ronaldos dhe Yamal? Për çfarë? Për në ekipin tënd këtë zgjidhje për moment. Tani. Yamali nuk bëhet. S'bëhet fjalë fare. Për shkak kualitetit ndoshta. Po, për shkak kualitetit, po vetëm do ta si thua do ta instruktoja shumë fort që mos e teproj. Është pak problematik nga ana jashtë fushave të lojës, ndoshta. Po mirë. Disa herë. Do rritet. Është pak tip Balotelli, ë? Do rritet. Do rritet, po. Do rritet. Interesante do jetë sfida Amerik-Belgjik. Një duel mes vendasve dhe Belgjikës. Ka shumë polemika në prag të ndeshjes për atë rastin e Balogun. Ka polemika për gjithçka, për mënyrën si erdhi Belgjika deri këtu. Belgjika do ta konsiderojë një ndër ekipet më të dobta kësaj faze, ka shkuar deri aty. Prandaj, për mënyrën si erdhi deri këtu, SBA-ja që për mendimin tim, edhe siç e tha Baku për Kanadan, ardha deri në këtë fazë është përtej asaj që Trump do që të çojë kupën e botës, nuk diskutohet, por që mendoj se edhe SBA-ja deri në këtë pikë ka arritur botrorin e vet. Mendoj se kjo është ndeshje që Belgjika duhet realisht të shfaq veten e vet, sepse siç e thatë, ka qenë ndër ekipet më të dobta. Më të dobta që deri më tani nuk e ka shfaqur asnjë moment. Senegali arriti ta mundte vetëm në 3 minutat e fundit të ndeshjes edhe në kohën shtesë një penallti. Kështu që Belgjika mendoj se do arrit ta kalojë SBA-n pa shumë vështirësi këtë radhë. Pa shumë vështirësi, duket qartë që ka një tendencë për të favorizuar Amerikën. Mos na vënë Po ndonjëherë kjo tendenca mund të shkojë edhe si bumerang, sepse mos na vënë një arbitër si ky nga Uzbekistani. I Uzbekistanit. Tani çfarë bën vaki? Atë e falën, edhe i arbitër duhet. Ti e mban mend deklaratën e trajnerit Ganës që si dha një penallti me Anglinë që tha ku ishte vari, tha po pinte kafe, tha, domethënë. Kështu që unë mendoj që Belgjika më kujton ato ekipet e dobta që ecin, ka elementët, mendoj, ka eksperiencën dhe ka një trajner shumë të mirë. Argentina-Egjipt është një tjetër duel shumë interesant i kësaj faze, me Argentinën që deri më tani ka pas një rrugëtim të mirë, por që me kepin e gjelbër hasi një ndeshje shumë të vështirë, do të thoja. Tash ajo duhet, si thua, ndoshta se vërtet themi që nuk e i parë një Argentinë më dobët, po unë meritën kryesore ka kepi gjelbër që e bëri këta Argentina ashtu. Kështu që unë mendoj që do të jetë favorite Argentina, e kupton se A duket e varur shumë nga loja Messit? Nëse Messi do jetë Po Messi, dëgjon, krahasim me Ronaldon, Messi e ndihmon shumë ekipin. Ti e pe dhe në shtesë, domethënë si vraponte, unë thashë ku gjen këtë forcë, ishte një aksion ke shtesa e dytë, domethënë.
Kështu që kam përshtypjen që është se Egjipti dhe të letë luash, domethënë nuk është si Nuk është skuadër që vetëm mbrojt. Nuk është Paraguay për shembull se, kështu që do jetë kam përshtypjen që do ta kaloj pa problem Argentina. Erion, Egjipti nësishe? Egjipti ka cilësi, ka lojtarë individualisht që janë të mirë, por nuk mendoj se ka atë forcën për të përballuar një superfuqi siç është Argentina, që duke nisur nga portieri deri te stoli rezerv, mendoj që emër për emër është shumë herë më lart se Egjipti, duke hequr një Mohamed Salah. Pjesa tjetër pastaj, nuk e di, Egjiptin e shoh që edhe me Australinë vuajti shumë, është Australia deri aty e kishte maksimumin që mund të arrinte në këtë botror dhe Egjipti kaloi me shumë vështirësi, vetëm me fat. Dhe Argentinën e shoh si skuadrën që është me fat që ka përballë një kundërshtar si Egjipti në këtë pikë të botrorit. Dhe Australia, për mendimin tim, u eliminua, bëri një autogol ai një gaf ai trajneri australisë që hoqi atë portierin në fund, nuk e di, ai qoftë. Sepse ai portier plus që kishte bërë një ndeshje shumë të mirë. Ishte një qasje e gabuar. Po plus që kishte pritur penallti përpara, plus që bëri pastaj si e hiqti dikë që të çojë ke penalltit. Kujtojnë atë rastin minuta është këto janë domethënë janë ai imagjino të ai kush e di sa është bërë pishman dhe s'do t'i kaloje kurrë ai pishman gjithë jetën, sepse unë jam i bindur që me atë portier Australia do të fitonte seancën e penalltit. Imagjino ta bënte Paraguay të njëjtën gjë me Gjermani. Po. Nuk e di, ky ndryshimi trajneri vetëm ke penallti, to trajner kanë ndonjëherë disa ide fikse që Zvicra Kolumbia është një tjetër sfidë interesante, e barabartë, por që Kolumbia duket në letë, duket pak më favorizuar. Apo jo, Arian? Faktikisht është shumë më të favorizuar kundër Zvicrës. Zvicra deri më tani ka bërë një botror të mirë, nuk është një ekip konstant. Nuk është një ekip që mund të shkëlqejë, por ato që ka dhënë deri tani në fushë ka dhënë maksimumin e saj. Kundër Kolumbisë mendoj se është testi më i vështirë që Zvicra mund të ketë dhe edhe unë kështu e shoh, nuk e di pse mendoj si fundi i botrorit për Zvicrën dhe Kolumbinë që kalon më tej në një përballje me Argentina pastaj. Unë do doja mos ishte fundi, jam me mishe me shpirt me Xhakën tonë, që për mua është ndoshta futbollisti shqiptar më i mirë gjitha kohërave. Kundërshtari është i vështirë. Patjetër që do të bazohet që ai Manzambi mund të jetë ndeshja e tij, domethënë, dhe vërtet në letër dhe është ekip më i fortë Kolumbia, po Zvicra është Zvicra ka më pjekuri, ka pjekuri dhe kam besim të Xhaka. Kam besim të Xhaka dhe ke Manzambi. Se Embolo patjetër dihet, po kështu që uroj me shpirt po njerë, po mendoj që do të kaloj Zvicra. Bakute, duke ndalet e zhgënjimet e botrorit, ndoshta Gjermania dhe Holanda janë dy nga zhgënjimet më të mëdha, u eliminuan në fazën e 1/16. Holanda njerë zhgënjim shumë i madh se botrori 3 radhazi që eliminohet me penallti. Gjermania zhgënjim sepse për herë të parë në historinë e saj botrore eliminohet nga penalltit. Po të thash, për mua ishte gola i rasti tatë. Kështu që po Gjermania s'kishte këtë herë as ekip as trajner. Kështu që i ndodh her pas here kjo, për të kthyer prapë në 98-ën e turproi Kroacia në çerkfinale 3-0. Pastaj u ngrit, shkoi në 2002-shin në kampion e botës, pastaj për të ardhur në 2014 kampion. I ndodh këto rënje, kështu që me Kloppin besoj se Kloppi është trajneri, dëgjoj, trajneri duhet aty ke dhomat e zhveshjes, se sot teknik, taktik, ty të bëjnë gjithë trajnerët, po puna është si ti marrësh më të mirë çdo lojtari, si ta trajtosh çdo lojtar në mënyrën kesh një diskur për secilin, e kupton? Ky është trajner i madh dhe Kloppi këtë e ka provuar që e bën. Po nuk duket sikur Gjermania, Brazili apo Italia nuk po prodhojnë më futbollist cilësor. Po Italia jo njerë. Ta tirangut që jemi mësuar. Diti një emër kombëtarës italiane? Pas Gjermania s'ka emra të. Po Gjermania ka ka lojtar të rinj që mund të bëjnë. Musiala, Sané, ka Bayern ka lojtar. Ka, gjithsesi. Ka, kurse Italia është Italia është çdo ditë në rënje. Në krizë totale. Shumë poshtë, po çdo ditë po bie. Edhe Brazili, po ti besojmë Ancelotti që është fillimi i ciklit të ri.
Rion për Holandë, Gjermani, cili ishte zhgënjimi më i madh? Mendoj se Holanda. Holanda ishte zhgënjimi më i madh, sepse Gjermania prisnim dhe fitues. që kur matematicieni kishte parashikuar fitoren. Inxhinier matematicien që ishte që kishte gjetur 3 botëror më parë, parashikonte Holandën. Unë mendoj se Gjermania që kur nisi atmosfera botërorit, jo lista, jo mungesat, jo dëmtimet, jo trajneri, atmosfera në skuadër, jo Neuer, jo erdhi gruaja e trajnerit, jo po erdhi nusja futbollistit me avionin, kishte probleme para se të niste botërorit dhe nuk është rastësi ky eliminim. U eliminua me penallti, e kuptoj, por që edhe po të kalonte Paraguajin, mendoj se do ishte më keq për të. Kundër një France, siç ishte Franca në ndeshje me Paraguajin, sepse u duk që Franca nuk po luan, por realisht në ato lloj futbollit të shëmtuar, Franca arriti dominonte. Do shikonim një ndeshje shumë bukur, Francë-Gjermani. Se di pse do shihnim një Brazil-Gjermani, por që duke ndruar rolet. Mendoj se mund të kishte edhe një turpërim më të madh për Gjermaninë. Holandën pastaj nuk e prisja. Holanda është një ekip që ka një grup lojtarë, është një grup shumë simpatik, lojtarë që për vite luajnë në nivele të larta, në kombëtare gjithmonë kanë pasur atë egon për të shkuar sa më shumë. Dhe eliminimi me penallti në këtë pikë të kampionatit, nuk e di, mendoj që është surpriza më e madhe e botërorit, së bashku me Brazilin, sepse edhe Brazilia, përtej që Norvegjia po është surpriza, mendoj që më surprizë është eliminimi i Brazilit se sa kualifikimi i Norvegjisë. Baku, të bëjmë një parashikim për botërorin, kush shkon finale dhe kush e fiton? Unë mendoj, e kam thënë fakt që në fillim, do të kemi një përsëritje, ashtu siç ka qenë 86-90-a, Argentinë-Gjermani, 86-ën e mori Maradona, 90-ën e mori Mateus, këto ishin 2 kapitenet. Do të kemi një remake, një përsëritje Franca-Argentinë, por këtë Franca e fiton. Arion? Të njëjtën gjë mendoj edhe unë, Francë-Argentinë me Francën, që mund të fitojë edhe një herë tjetër Kupën e Botës. Ishte shumë pranë Kupës botës, edhe botërorin e fundit, shkuan si shkuan. Vetëm ajo hapja portierit që është momenti më i veçantë i atij botërori. Nëse ka një moment që mund përkufizohet botërori i kaluar, është padyshim hapja e portierit, por është edhe momenti që topin e dytë e largon me kokë, sepse gjithmonë është harrohet momenti i dytë. Kolomani dhe Dibu Martinez do mbahen mend në karrierën e tyre për këtë episod. Ai Kolomani ato njerë do ta kujtoj gjithë jetën. Dhe kjo përkufizon tamam atë sa magjik është futbolli, domethënë dhe duket si një pikturë që do ngelet një shtyll vertikal ti si asgjë, shtyll gol, ti je hero, aty ndahet ke. Baku me që është tifoz i Francës, u mendoj se 2 episode ka, Kolomani me Argentinën dhe shkelzen gashi me Zvicrën. Këto 2 rastet janë më rastet që do majnë me në kanë qenë aty në stadium dhe jashtëzakonshëm. Që po dëgjoj, nuk e gjuhet i keq gashi, po ta shikosh. Hapja aty është gati si e Martinez në momentin e pritjes. Po i shkreti gashi u zhduk nga harta. Keq e gjuhet i Nedim Bajrami kundër Polonisë. Por që gashi ishte... Po, Nedim Bajrami. E oqja i shkreti. Dëbjazi e zhdukua dhe Supama i shkreti. Ju falenderoj që ishit ditën e sotme, bëjmë një analizë përgjithshme për sfidat e deri në çerek finale. Faleminderit Baku. Faleminderit. Punë mbar dhe sukses dhe u kënaqa shumë. Ishte një bisedë shumë e bukur. Të nderuar miq, do të shihemi në emisionet e tjera, ndoshta me surprizat e tjera, pasi ky botëror na ka mësuar që do ketë shumë surpriza.